Territori shqiptar për datën 6 nëntor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme me prani të vranësirave të shpeshta në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të karakterizohet nga mot pjesërisht i kthjellët në disa zona perëndimore, ndërsa pasdites pritet shtimi i vranësirave, megjithse pa reshje domethënëse në territorin shqiptar. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 4 deri në 5 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 6 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët nga 2 deri në 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 6 nëntor do të jetë në orën 6:11, ndërsa perëndimi në orën 16:38 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 18 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 19 gradë Celsius. Korçë, 6 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 13 deri në 19 gradë Celsius.